Shikues të Almak Press, mirë mbroma dhe mirë se vini në këtë agora. Sonte këtë emision do të ndaj me një politikan më shumë eksperiencë, një politikan që ka kaluar disa faza. Atë të qenurit politikan aktiv, tërheqen, por edhe rikthimin në këtë fush betejë goxha të komplikuar. Bekim Fazliu, faleminderit që pranove ftesën time për të qenë në agora sonte. Faleminderit për jush, është kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Një politikan të zëshëm, që ngre zërin për shumë çështje, shumë aktiv, me një pushtet të caktuar, sepse ju keni qenë edhe deputet, çfarë bën që të tërhiqet, le të themi, ndoshta edhe për të marrë një lloj kohe reflektimi nga politika aktive? Në këtë rast, ju çfarë ju bëri të merrni këtë distancë? Po, sigurisht që gjithmonë e kam kuptuar se në politikë nuk do të jemi të përhershëm. Domethënë do të vjen një moment i caktuar që duhet ta bësh atë llogarinë, një kohë për reflektim se çka ke bën me aktivitetin tënd politik. Dhe sigurisht që duhet hapim krah edhe për të tjerët. Dhe ka edhe momente që ashtu e sjell koha, ndoshta është vendimi më i mençur, më i duhuri për të bërë një hap prapë. Dhe ashtu ishte edhe kur u tërhoqëm prej mënyrës organizuar politike, për shkak se subjektit që i takoja, domethënë e humbi identitetin e tij, dhe në atë periudhë, në atë moment, mendova se ishte gjëja më e mirë për të tërhequr dhe për të lënë një hapësirë për të reflektuar të gjithë. Po nuk ishte tërheqje, domethënë prej formës organizimit, po jo edhe prej politikës, domethënë gjithmonë do, nëse ti nuk merresh me politikë, politika merret me ti, është ndoshta fatkeqësi që sidomos do të ne vendos për gjithçka. Vendos për fatet e njerëzve, për shkollimin, për ekonominë. Dhe jam mundu të kontriboj edhe prej duke mos qenë aktiv, të ndjek, të jap këshilla, të reagoj po zhvillimet politike. Dhe erdhi me një moment që me bashkëthart që kemi gjatë kohë, dekada, kemi bërë një rukëtim në politikë, dhe thamë se është koha për të organizuar. Cili ishte elementi që ishte më i forti nga të gjitha gjërat që keni menduar që ju bëri të riktheheni në aktivitet politik? Është interesant. Kemi inflacion të organizimeve politike, të partive politike. Po, si kudo, është rregull, inflacioni sjell varfërim, humbje vlere. Edhe pse ke shumë parti, inflacioni humb vlerën. Edhe kjo ishte tek ne, dhe është ende. Varfërim politik, varfërim të organizimit politik, me taban kombëtar. Domethënë, skena politike shqiptare, flas. Këtu në Maqedoni e humbi identitet. Domethënë, gati 20 vite u bastardua ideja për liri, për barazi, u abuzua shumë me këta. Dhe edhe me një situatë ku kemi aq shumë parti organizime politike, por duke i lanë anësh atë esencën se pse duhet të jenë të organizuar. Dhe ne pam edhe një vakum ideor, vakum politik, të gjithë atyre që thirreshin në idenë që e përfaqësonim ne dikur, idenë e Arber Xhaferit, përfunduan çuditërisht në krahët e Zotit Ahmet. Nuk është gjë e keqe. Është mirë, po ishte shumë e çuditshme, për shkak se ne kemi qenë oponenca e Zotit Ahmet. Dhe të gjithë ata që thirreshin ishin 3-4 subjekt, në një moment caktuar përfunduan pa ndonjë shpjegim logjik të arsyeshëm se pse e bën këtë. Dhe kur e pam edhe këtë vakum politik, ne me shokët tonë që kemi qenë të organizuar politikisht, vendosëm që tani është koha për një organizim të mirëfillt, po duke pas shumë kujdes. Nuk e kemi emërtu parti politike, nuk kemi bën parti politike, e nisim si një lëvizje
qytetare. Por mund të me bëhe një sinjime parti politike, se shembuj televizjeve që janë bërë parti. Po në rrugtim e sipër do ta shohim, domethënë mund edhe të ndodhë, po kjo varet prej shumë rrethanave dhe në fund, domethënë nëse vendos Këshilli Drejtues, Kuvendi i Lëvizjes, mund edhe një të ardhmen, pse jo, bëhet edhe parti. Po tani për tani nuk besoj se. Me që e përmendët Arvën Xhaferin, në fakt, ashtu siç e thatë edhe ju, disa subjekte politike si standard dhe filozofi politike të tyre kanë pas pikërisht filozofinë politike të zotit Arvën Xhaferi. Çfarë garance ka lëvizja juaj që një ditë edhe ju nuk do ta keni kaq të qëndrueshme këtë filozofi politike, siç edhe ish bashkëpartiakët tuaj sipas jush nuk e kanë më? Ne kemi dëshmuar, nuk kemi sot në politikë. E që ajo përbën më disa dekada. Dhe gjithë themeluesit e Lëvizjes Arbëria janë njerëz që kanë qenë aktiv, që kanë kontribuar edhe në jetën publike, edhe në politikë, edhe kanë ecë drejt gjithmonë. Dhe nuk kanë bërë kompromis me të keqen. Nuk janë ndërzu. Edhe kjo është një garancë, domethënë, rrugtimi i deri tanishëm garanton se nuk do të bëjmë gabime të tilla. Zoti Vasiliu, në një kohë kur të gjithë po synojnë të kenë një subjekt politik që t'jenë i pari i subjektit, dhe lufta më e madhe nganjëherë duket si bëhet vetëm kush e kush tjetë i pari, ju pse zgjodhët që të mos keni të një kryetar, por këtë lëvizje ta drejtoj Këshilli? Për shkak se një ndër arsyet pse kemi edhe shumë parti politike është shkaku i bajraktarizmit, i liderëve. Do ne kemi lider që nga 20 vite, domethënë janë në skenë, nuk japin asnjë lloj llogarie, dhe kjo e ngulfat pastaj organizimin politik, dhe një ndër edhe arsyet kryesore pse kemi këtë inflacion të partive politike është pikërisht bajraktarizmi. Ngulfatet, nuk shojnë krah, nuk hapin krah për të tjerë. U mungojnë rezultatet. Domethënë, kemi edhe subjekte që ndoshta edhe i kanë fituar zgjedhjet me dekada, por u mungojnë rezultatet. Domethënë, situata shumë, ne si shqiptarë këtu në Maqedoni jemi në situatë jo të mirë, faj i politikës. Dhe i kemi të njëjtat figura që i kanë zaptuar partit, bajraktar, dhe kjo është një ndër arsyet pse ne nuk dëshironim t'ju ngjajmë të tjerë. Kjo është edhe një mesazh që duam përcjellim te qytetarët, se kjo lëvizje u takon spari, është për qytetarët, u takon atyre, dhe ju themi edhe si ftesë, ejani bashkë të ndërtojmë këtë organizatë dhe duke ndërtuar organizatën i bëjmë edhe kërkesat tona, kashit të tjerëve, ato që janë reale, që janë nevojës të kohës, dhe me një organizim të mirë, jemi të bindur se me një të ardhme shumë të afërt, s'ka gjë që nuk mund të realizohet. Vetëm duhet vullnet dhe nder, dëshmëri. Ju thatë që jemi si shqiptar në një pozitë jo të mirë. Si njëri që keni qenë goxha gjatë në politikë, ju e ndjeni veten në një farë forme edhe si bashkëfajtor të kësaj situate ku gjenden shqiptarët, me që ju jo për pak kohë jeni gjendur në institucionin ku ngritja një kartoni jeshil apo të kuq bën goxha diferencë. Po sigurisht për pjesën që na takon ndihmë edhe fajtor, po megjithatë unë e kam thënë edhe në një takim me qytetarët, çdo detyr që na është besu neve, po edhe njerëzve që unë i përfaqësoj, ja kemi dhënë hakun e me shumë dere kemi kri. Unë nuk besoj se i kam korrit ndonjëherë shqiptarët dhe ata që kam pas besim të unë, dhe më kanë dhënë mandat populli. Ja kam dhënë hakun çdo detyrë, ja kam dhënë hakun çdo detyrë që më është besuar, dhe kam qenë e vërtet se është deputet, dhe me thënë ata nuk humbin asnjëherë, janë dokumentuar çdo veprim, çdo fjalim, çdo votim. Dhe me thënë u i sfidoj le ta gjejnë
që kanë votu një ligj që është në rëndes të shqiptarëve, le të themi. le ta gjejnë, domethënë unë asnjëherë nuk kemi votuar asnjë ligj që i dëmton shqiptarët, që i diskriminon shqiptarët, asnjëherë nuk e kemi përkrah qeveritë dhe politikat e tyre diskriminuese. Domethënë këtë drejtim jemi fare, domethënë të pastër përballë popullit dhe përballë historisë. Në këto deklaratat tuaja, me që i përmendët, ka shumë deklarata goxha të forta që aso kohë kur ju i keni artikuluar qoftë në sallën e parlamentit apo jashtë saj, kanë ngjallur debate të forta në mjediset politike, por edhe në mjediset shoqërore. Kanë qenë simbolet e shtetit, të cilat sipas jush nuk përfaqësonin të gjithë qytetarët, pra përfshirë këtu edhe shqiptarët. Keni akuzuar për raste të montuara, pra keni akuzuar ata që ishin pushtet, keni akuzuar se nuk kanë bërë sa duhet për t'i zbardhur. Tani që ju jeni në krahun e pushtetit, aty ku forca politike, pushteti politik mund të hedhë dritë mbi këto deklarata të forta, vazhdoni të mbani të njëjtat qëndrime apo kur vjen pozitë edhe ndryshohen? Jo, unë nuk ndryshoj. E para janë me Vlenin dhe kam bërë marrëveshje për zgjedhjet lokale me Vlenin. Asnjë prej nesh nuk ka asnjë funksion ekzekutiv në qeveri. Po edhe Vlenin do ta duar trokas atje ku e ka mirë, dhe do ta kritikoj atje ku e ka gabim, kushdo le të jetë. Pranon politika kritika? Duhet pranojnë, duhet mësohemi që të pranojnë. E tash, po një send duhet pas parasysh. Ne kishim 20 vjet një lloj monizmi politik në qeverisje, që fatkeqësisht u abuzua shumë për këtë 20 vjet. Kemi një abuzim të tmeshëm të idealit, të idesë për liri, për barazi, për mirëqenje. Shumë u abuzua me këto. Edhe pas 20 vite shohim se megjithse derisa ishin pushtet, është mundu shumë propaganda që disa sendet na i zbukurojnë, mos ta shohim vërtet. Tani e shohim se rezultatet na mungojnë shumë. Ne për gjitha ato që i cekët, nuk i kemi zgjidhur thuajse asgjë me ligj. Kemi mangësi. Dhe ne ende kemi shqiptarë që vojnë bugjeve edhe pse janë të pafajshëm. Ne nuk kemi barazi plot me Maqedonës. Domethënë ligji i gjuhës shqipe ende është problematik, i cunguar dhe nuk është i barabartë me gjuhën Maqedonës. Na është thonë disa herë se e kemi rregulluar këtë çështje. Flamurin me ligj është diskriminues. 1/3 më i vogël se sa flamuri shtetëror dhe duhet përdoret në ato vende ku shqiptarët janë mbi 50%. Është diskriminim. Dhe shumë gjëra të tjera. Dhe tash e kemi Vlenin që i ka kaluar një vit, dhe unë këtë quaj periudhë të tranzicionit politik. Dhe ky tranzicion, si çdo kund ku ka ra komunizmi, i ka këto të llovijat e mëdha, dhe shohim, kemi shumë parti, shumë lëvizje, zhvendosje, është periudhë tranzicion. Po, deri tash, ka rritë bën disa gjëra të mira, dhe duhet unë shpresoj se dhe të përformoj edhe më mirë Vlenin qeveri, po para asaj është para një sfide shumë të madhe Vlenin. Dhe duhet bashkohet dhe të bëhet një. Ajo do të ishte hapi parë, dhe më i nevojshmi për kohën dhe për momentin, është ky bashkim të ndodhë, edhe pastaj kështu të bashkuar, të ulën përballë tjetrit, dhe dal nga dal, një nga një, fillojnë të zgjedhin. A shikoni ju referenca që mund të ketë bashkim, se folëm pak më përpara për prirje të shumë vetave për qenë të parat? Unë besoj se do të gjendet një modalitet për të bashkuar, dhe edhe tash, Vleni arriti rezultat spektakular duke mos pasur njerit të parë. Domethënë, ishin më shumë lider,
dhe arriti një rezultat spektakular, po do të gjendet, ka nevojë edhe për lider, ndoshta edhe. S'është ajo, edhe nëse është lider, nuk duhet vendos, nuk bëjmë diktator. Lider që duhet të bashkojë, të jetë përbashkues më shumë. Përbashkues, vendimet i merr duke u konsultuar me tjerë, jo ai, ka njerëz tjerë që duhet konsultohet, ka organe tjera, e kështu me radhë. Me që jemi tek protagonistët politik. Pak më përpara ju thatë që për një kohë shumë gjatë kemi pas monopol politik, le të themi kështu. Megjithatë, realiteti në zgjedhjet paktën të tyre viteve të fundit kanë treguar që realisht politika shqiptare në Maqedoninë e Veriut nuk është se ka prodhuar figura të reja, se i ka ridimensionuar, ripozicionuar, por janë thuajse të njëjtat figura. Mendoni që politika në vend nuk ka arritur të prodhojë sa duhet figura të reja, pra që ata të vinë dhe t'i marrin proceset t'i çojnë më përpara, apo mungesa e eksperiencës dhe mungesa e njohjeve të proceseve ka bërë që të rinjt le të themi mos dalin bashkë në atë fushbetejën e madhe dhe përsëri ata që mund të konsiderohen të vjetrit e politikës të menaxhojnë me politikën. Se të rinjt si jemi duke parë edhe aq shumë, me thënë të vërtetën. Është rikonfiguruar skena politike, po pak a shumë. Ke drejt, po këtë çështja e moshës, e konsumit në politikë, domethënë unë kam një bindje ndryshe se në politikë ti mund përvoja është e çmueshme. Por ju thoni që duhet largohen ata që kanë ndetur gjatë dhe që kanë bërë përvojë. Unë nuk pranoj të më thonë je i harxhuar. Jo, jam në përvojë. I harxhuar jo. Sigurisht që duhet, domethënë, përgatisim edhe kuadro të reja dhe nxisim ne që të rinjt, domethënë, të merren me politikë. Janë një gjenerat që është koha e tyre. Për shembull, 2 lider që i njoh unë dhe që e kanë skenën politike 20 vite, e kanë njëri opozit, kanë përdor telefon Nokia me bindje se nuk do të përgjohen. Duhet patjetër domethënë të kemi kuadra shumë përgatitur. I kemi. Rinja jonë është e shkëlqyeshme. Dhe tani e shoh ka një energji të jashtëzakonshme të shqiptarëve dhe të tjerë. Nuk guxon të luajnë me shqiptarët. E keni pa me 28 nëntorin çfarë bën Shkup. Vetë organizohen, është një energji e papare shqiptarëve, rinis, janë përgatitur. Sigurisht që një ndër arsyet edhe pse e kemi themeluar edhe ne këtë lëvizje, qyri më afër, ti përgatisim dhe t'i lëmë ata para. A keni vënë re që me gjithë energjinë që kanë këta të rinj, kur janë në bazë, le të themi, aty ku është euforia, kur fillojnë të ngjiten, ndoshta është konstatimi im i gabuar, por më duket sikur sa më afër pushtetit afrohen, fillojnë të ngjasojnë të parit. Ose thënë më keq se kaq, fillojnë ta imitojnë të parin. Pra, apo bëhet thjesht një rikopim në këtë formë? Ndoshta është percepcion prej anësh. Ndoshta të dikush është edhe ashtu. Domethënë i shohim, kemi qejf të idealizojmë. Domethënë krijojmë idole që s'na duan. Unë për shembull e shoh tek këta të BDI-s. Zonjëri që del thot lideri, ka thënë, lideri suprem edhe u kri puna, dhe vendimet ja lën gjithë liderit, edhe të partitë tjera. Jo, kjo mënyrë politikëbërjes do të marrë fund. Do të marrë fund. Nuk kemi nevojë për një njeri. Çfarë nevojitet më shumë skenës politike sot? Nëse jo liderizmi i një personi, çfarë i mungon skenës politike sot? Organizimet mirëfillta politike. Siç funksionojnë organizimet politike në botën perëndimore, në Evropë, e kështu me radhë. Domethënë, vendimarrja mos koncentrohet vetëm te një person, me program të qartë, llogaridhënia, demokracia, meritokracia, dhe një hapësirë trive, trejave. Domethënë, këto na mungojnë fatkeqësisht. Ju e keni një platformë si lëvizje për t'i realizuar këto pika? Po, sigurisht. Dhe ne punojmë edhe tani. Domethënë, edhe tani, atë sa jemi
Me 5 korrik jemi themelu, zgjedhjet lokale na kapën në hap, bëhemi pjesë e vlenit, për shkak se nëse je një koalicion duhet t'i ndërpreç aktivitetet e lëvizjes, po, atë sa kemi pas mundësi, edhe të listat e këshilltarëve, dhe me thënë ku i kemi pas ne mundësin, i kemi dhënë hapësirë rinis, përgatitun mirë, edhe jemi edhe për në tarmën, dhe me thënë që gjithë përfshishë të jetë politikë. Pa tjetër e kemi tjetë gjithë përfshishë. E keni të qartë se çfarë do të kërkoni brenda koalicionit në ekzekutiv, apo do jeni thjesht një pjesë mbështetëse e vlenit? Po, tani këto nuk na bëjnë shumë përshtypje ne. Nuk jemi në politikë për postë. Atëherë, çfarë ka sot politika më shumë, pragmatist apo idealist? Në gjykimin tim, është e folë një fjalë tjetër, po, unë e thënë. Pragmatist. Idealist ka shumë pak, fatkeqësisht. Jeni me tonet forta kritike ndaj Zotit Ahmeti, por sot bashkëndani filozofin tuaj politike apo qëndrimet me njerëz që kanë qenë për krah Zotit Ahmeti për më shumë se 20 vite. Asgjë personale me Zotin Ahmeti. Po, deri tani, derisa flitni, dhe me thonim se problemi kryesor është kjo barakterizmi, liderizmi, edhe vendimet, ngulfatja, pasojat e kësaj gjendje është për shkak se e kemi leju që të pyetet vetëm një njeri. Dhe po, edhe mlen, edhe sot, edhe nesër ndoshta do të kemi. Po ka ai që i largohet të keqës gjithmonë është më i mirë se sa ai që shkonte e keq. Në me dhënë edhe ata kanë bën një punë shumë të madhe, që janë largu prandaj, dhe janë faktorët ndoshta kryesor që ndodhi kjo ndryshimi, edhe meritojnë një respekt të veçantë. Kurse këta tjerët, që 20 vite e kanë luftu, dhe kanë thonë se ajo është e keq. Dhe pa është një ashtjetim, shkojnë e përfundojnë bashkohen të keqës, të është pak problematike. Për mu, në gjykimin tim. A nuk i njihni Zotit Ahmeti as një merit? Shiko, në politik i mungojnë rezultatet. Zotit Ahmeti. Atëherë, si ka mundur që të marri vota për 20 vite? Klientelizëm është fare letë. Si mund Putini t'i merë 90% vota? Si mund ke Gruevski t'i merë njësoj votat? Shak se në Maqedoni nuk kemi zgjedhje, nuk kemi pas zgjedhje të lira, ferë dhe demokratike. Kemi pas partizim të çdo gjëje, edhe të elektorat, edhe të procesit zgjedhor. Klientelizëm pa parë, dhe më dhënë qeveria sidomos me vëmëron e Nikola Gruevskit, qeveria ka punu vetëm për votues të tyre, vëmëros dhe të bëdis, për një klientelizëm, dhe janë 100 disa mijë vota dhe tjerë. Dhe ishte gjithçka një inxhinjering, një sistem i kontrolluar. Dhe u desht ndërhyrje edhe nga jashtë, që kjo të ndërpritet. Po edhe këtu, edhe me rastin e Zotit Ahmeti, u desht ndërhyrja nga jashtë që atë të jetë në opozitë. Dhe pam tash, një cikël zgjedhor nuk ishte në pushtet, rezultati me komuna ishte skandalos për Zotin Ahmeti. Humbje e madhe. Unë letë shërbej kjo, thash, asgjë personale. Besoj se BDI i duhet shqiptar, por i duhet e reformuar. Një organizim i mirë, i reformuar që nesër, dhe me thonë, t'i largon ato hijet e këqija, figurat që të kontestuara, që janë kompromituara në korupcion, i dim gjithë, jemi vendi vogël, ne njihemi. Dhe për këte une, e them, edhe seriozisht na mungojnë rezultate. Ne kemi, për shkak politikës, ka një term, edhe Zoti Kadare,
e përmend në veprat e tij, gjenocidi ftoht. Sikur lufta e ftoht, pa armë, gjenocidi ftoht. Neve na ndodh gjenocidi ftoht këtu në Maqedoni. Na kanë thonë deri tani se ikja nëpër vendet perëndimore është trend dhe nuk ndodh vetëm te ne. Po cenzusi e demantoi këto që thonin kështu. Për shkak se doli se 70% e diasporës, e mërgatës së Maqedonisë janë shqiptarë. 70% janë shqiptarë. Dhe ne kemi edhe probleme tjera, ne ende nuk jemi të barabartë me Maqedonës. Ne harrojmë se kemi bërë kompromisin madhor. Shqiptarët e Maqedonisë kompromisin madhor e kanë bërë që unë sot jetoj në një vend që nuk e ka emrin Shqipëri. Ma kompromis i madh se ky nuk ka. Po, ka qenë edhe ish lideri juaj pjesë e këtij kompromisi në 2001. 2001, po për gjithë them. Po, ne arritëm një marrëveshje, nuk them se marrëveshja, nuk e kritikojmë marrëveshje. Atëherë u arrit marrëveshja për këtë. Dhe me thonë, e kemi bërë kompromisin e madh, po askush nuk na ndalon që ne brenda këtij shtetit të jemi të barabartë. Askush nuk na ndalon, për shkak kompromisit madh. Këtu lind problemi, se ne marrëveshjen e Ohrit nuk e realizuam drejt. Për çdo ligj kemi bërë negociata, dhe çdo ligj e kemi dobësuar, dhe nuk e kemi zgjidhur. Tash na del se ne nuk kemi pas deri tani ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. 20 vite në qeveri. Ligji i gjuhës 3-4 herë është sjell, dhe ende nuk e plotson statusin të jetë ligj i barabartë që garanton përdorimin zyrtar njësoj si maqedonisht. Jo, nuk e kemi. Po ka probleme gjykata kushtetuese, po ka probleme të tjera, dhe situata ekonomike është skandaloze te ne. Ne kemi qenë të njohur ekonomikisht, shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë mirë, tash nuk janë. Kapitali më i madh është te Maqedonia. Shteti investon në investimet kapitale më shumë te Maqedonia. Gjitha këto janë pasojat të kësaj politike, nuk e përmendi, ja të gjithë neve, të 20 vjeçarit gjithë ne. Dhe tash është një periudhë mirë për të reflektuar secili, edhe Zoti Ahmeti edhe të tjerë. Me që e përmendët pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sot në raport me Maqedonët, shqiptarët janë në pozita bashkëpunimi, në pozita që shtyhen me njëri tjetrin, apo në pozita gare për influencë institucionale? Shqiptarët në raport me Maqedonë. Fatkeqësisht ne nuk jemi unik, nuk jemi të unifikuar. Në raport me ata dhe është një luftë për pushtet. Nëse flasim për unifikim, në një BDI të reformuar ashtu siç ju thoni, do të kishit bashkëpunuar, do të ishit pozicionuar krah tyre? Le të reformohen një herë, dhe pastaj do të shohim. Detyra e parësore e tyre është të reformohen. Dhe unë jam i vetëdijshëm. Nuk mund të mbajmë për faj BDI-n edhe mas 5 vite dhe 10 vite. Do të fillon ban 2 vite që është qeveri Vleni dhe tash do të llogarit dhënjat edhe shigjeta drejton sigurisht nga Vleni, jo nga ne. Po detyra kryesore e Zotit Ahmeti nuk dija mund të reformohet, të jep hapësirë të rive, dhe pastaj ne do të ulemi një ditë gjithë shqiptarët patjetër bashkë për të bërë një marrëveshje mes nesh për çështjet e rëndësisë kombëtare, të jemi bashkë dhe ta përkrahim njëri tjetrin, jo ta luftojmë, siç është deri tash. Ne luftojmë. Rinë të dera e qeverisë dhe thonë ne ma lirvim, që nuk ban. Shive sa mirë që ka ndodhur ndryshimi. Nëse i kishe përpara Zotin Ahmeti që vetëm këndonte në përzyra,
tash i ka e marrë punën me seriozitet, organizon proteste. Mirë është. I ka bërë mirë edhe ati. Me që e përmendët çështjen e protestave, si shikoni sot bashkëpunimin politik mes shqiptarëve në rajon? A na duhet një strategji Kombëtare, po. Sidomos për Maqedoninë. Këtë do ta bën Shqipëria me Kosovën bashkë. A mund ta bëjnë? Nuk e di. A e keni ndjerë këtë pozicionimin që Shqipëria mban një kah dhe Kosova një kah tjetër? Nga unë, asnjëherë nuk do të dëgjoni fjalë negative as për Shqipërinë, as për Kosovën. Kush dalet janë në qeveri. Kam gjykimet e mia personale, po kur nuk do të dëgjoni që të flas me tone negative ose ndaj njërit apo tjetër. Me kë keni më të përafërta qëndrimet? Me Zotin Kurti. Lëvizja Arbëria me Zotin Kurti, po kemi një bashkëpunim shkëlqyer, edhe unë jam i bindur se ky bashkëpunim do të thellohet në të ardhmen. I uroj shumë sukses në zgjedhjen në Kosovë, po për Shqipërinë nuk flas keq, po edhe për Kosovë për tjetër asnjëherë. Është drejta e tyre cilin do këtu ta përkrahin, as pak nuk pengon. Cilat janë 3 çështjet më emergjente që duhet t'i marrin konsiderat politikbërësit shqiptar Maqedoninë e Veriut, që do ta përmirësonin në gjykimin tuaj statusin e shqiptarëve në këtë vend? Disa gjëra dhe nuk varen shumë prej nesh. Për shembull integrimi në Unionin Evropian, është bllokimi i procesit eurointegrues. Do doja që tu t'jemi më unik, bëjmë shtypje edhe pse kjo duhet edhe me faktorin ndërkombëtar, domethënë të njëra. 2, do t'ishte ka njerëz që vojnë pa fajt burgje. Rihapja e çështjeve. Po, edhe ata njerëz sa më shpejt të lirohen dhe të shkojnë në shtëpitë e tyre. Unë e kam thonë edhe diku tjetër, të vrasësh një njeri të pafajshëm, thonë është sikur të vrasësh gjithë njerëzimin. Njësoj edhe për burgosme. Të rrihet një njeri pa faj në burg është sikur të njerëzimin të burgosme. Dhe ne kemi për plot burgjet janë të mbushura me shqiptarë të pafajshëm. Edhe këtu na duhet bashkim dhe ta gjejmë formën që kjo dukuri, domethënë, të ndërpritet. Dhe tjetra, sigurisht duhet kashi një bashkim i gjithë shqiptarëve, kashi të tjerëve, të jemi të barabartë, as pak, asgjë më shumë përveç barazisë. Për hir të kompromiseve të mëdha që kemi bërë si komp. Edhe këtë besoj se askush nuk na ndal, përkundrazi do të hasim edhe në përkrahje edhe të faktorit ndërkombëtar. Me që e përmendët disa herë faktorin ndërkombëtar, si shikoni qëndrimet e faktorit ndërkombëtar ndaj politikës në Maqedoninë e Veriut, sidomos në çështjet e eurointegrimeve, kur nëse është diskutuar deri vonë që Shqipëria dhe Maqedonia do të ishin në një blok drejt rrugtimit të tyre drejt Bashkimit Evropian, tashmë Shqipëria ka hapur grup kapitujt e fundit në këtë rrugtim, ndërkohë që duket se Maqedonia politikisht ka disa prioritete tjera. Faktorin ndërkombëtar do ta nis kështu përsëri me zotin Kadare. Në vitet kur ishim prak rënja e komunizmit, ngjarjet ndodhen në Rumani, edhe zoti Kadare kishte qenë në Suedi dhe me një mikun e vet shkrimtar që kishte qenë zëvendës ministri i punëve të jashtme, i thot në ato momente çfarë mund të bëjmë për Shqipërinë. Dhe kia ja kthen t'ua hiqni frikën nga demokratizimi. Edhe unë këtë e kthej të Maqedonasit. Dhe ju kisha apelu faktorin ndërkombëtar, t'ua hiqni frikën Maqedonas. E para për shqiptarë, për flamurit, nuk të banë damki. Reagimet histerike,
të heqni frikën. Të heqni frikën prej ndryshimeve kushtetuese që hap rrugën për eurointegrim. Të heqni frikën prej Bashkimit Evropian. Edhe frika i çon të bëjnë gabime. Gabime të rënda, me pasoja për shqiptar. Këtë rol duhet ta bën faktori ndërkombëtar, se fundja Maqedonia ekziston fal shqiptarëve, fal kompromisit të madh që kemi bërë ne. Edhe ata do të jenë mirënjohës për këtë. Dhe mendoj se paraqitja e fundit e ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte një mesazh për qeverinë, se nëse kam pas një afat tolerance apo muaj mjalti për këtë çështje, mbaroj. Dhe tash duhet merren seriozisht që këto çështje të hapet, të zhbllokohet procesi eurointegrues dhe të shkojmë dal nga dal atje edhe ku kemi vendin. Po ne shqiptarë nuk do t'i harrojmë problemet tona. Nuk të bëjmë çmos, nuk na i zgjidhin të tjerë. Nuk na i zgjidh as Bashkimi Evropian. Ato kapitujt po do të na ndihmojnë, po të jemi të përgatitur që hap pas hapi të vendosim edhe kërkesat tona. Bashkimi Evropian mund të mos zgjidhë shumë çështje që kanë të bëjnë me pjesën kombëtare, le të themi, po zgjidh shumë çështje pragmatike të njerëzve. Në një kohë kur në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e mirë e qytetarëve të pjesës maqedone shkojnë drejt marrjes së një pasaporte bullgare që u siguron atyre një akses më të madh drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe një Shqipëri që nëse e arrin në një kohë pak më të shpejtë antarësimin në Bashkimin Evropian, do të joshte për shumë arsye shqiptarë që të shkojnë drejt një pasaporte të Shqipërisë. Çfarë rrezikon Maqedonia e Veriut? Maqedonësit rrezikojnë shumë se nuk mund të na mbajnë peng neve shqiptarëve. Edhe të ne turimi ka kufi. Nuk mund të ndajnë me Shqipërinë. Nuk do të kenë frikë nga barazia mes shqiptarëve dhe tyre. Nuk do të ketë frikë. Dhe kjo do të ndodhë dhe do të ndodhë. Do të ndodhë. Çdo zvarritje, çdo pengesë e rrugës për në Unionin Evropian, fataliteti do të jetë për Maqedoninë, shtetin dhe për ata. Shqiptarët në një mënyrë ose tjetër do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Unë ashtu besoj. 2 mesazhe do t'i doja në fund të kësaj interviste. Një në kontekst politik të shtetit dhe një në kontekst të etnitetit shqiptar. Cilat do të ishin 2 mesazhet që do t'i drejtoni publikut? Në kontekst politik të shtetit, do të thonë të zhbllokohet sa më parë procesi eurointegrues dhe të funksionon ajo hallka që mungon e sistemit drejtësisë. Do të thonë që dukurit e këqija të fillojnë të përgjigjen. Korrupsioni e gjitha të këqijat që i sjell më pas. Dërsa në aspektin etnik, kombëtar, uroj që për çështje jetike kombëtare, dallimet politike të mos të ekzistojnë. Do të thonë të jemi një, si ne kemi ende nevojë për të qenë një. Kosovë dhe Shqipëri mund të i lejohet kjo laramani e shumë organizime politike dhe përplasje për shkak se e kanë shtetin në fundje. Për ne jemi larg asaj dhe kemi probleme elementare, na duhet për shumë çështje të jemi bashkë. A është e lehtë kjo? Jo, është shumë komplekse. Është lehtë thuhet, por shumë komplekse të arrihet. Mund kam shpresë edhe atë që e thënë në fillim, gjeneratat e reja që do arrin shumë të jenë një nivel më shumë se të tjerë që përdorin Nokia. Unë ju falenderoj shumë që ishit në Agora sonte për gjitha mendimet që ndat. Ju uroj shumë suksese dhe uroj që të takohemi sërish për të ndarë të tjera eksperienca nga ky rikthim në fushbetejën e komplikuar të politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit për jush, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Debati mbi të ardhmen politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut mbetet i hapur. Është përgjegjësi e politikanëve, por po aq është edhe përgjegjësi e shoqërisë, mediave apo institucioneve. Ne ju do t'ju lëmë sërish takim
të shtunën e ardhshme në orën 20:30 në Almak Press me të tjerë mysafirë dhe të tjera tema për të diskutuar në Agora.